Sot është dita e tretë e triditëshit të Shenjë Jozefit. Është dita për të imituar besimin e tij në natën e errët të shpirtit. Der ato ditë, Jozefi po lodhej me punët e shumta të përgatitjes së festës, por sigurisht me paqe dhe gëzim, sepse po realizohej ëndra e tij. Pa pritmas, Maria ja bën me dije se është shtatëzën, pa ditur gjë ai vetë. Nuk dim asgjë se si ajo ja kishte treguar atë punë aq të mrekullueshme sa të pabesueshme. Lindjen e Mesis prej saj, por jo për Jozefit. Çdo kush do të kishte mbetur i tronditur dhe krejtësisht i orientuar nga një lajm i tillë, kështu sigurisht edhe Jozefi. Madje Ungjilli vetë na tregon luftën e tij të brendshme dhe vendimin për të larguar Marin, ose më mirë për të larguar ai prej saj, dhe prej asaj që po ndodhte në jetën e saj. Po, sepse me shumë gjas nuk bëhet fjalë për dyshimin e tij mbi fajesinë e Marisë. Jozefi e njihte mirë atë vajzë kaq të pastër dhe të qiltër. Jo, nuk mund ta besonte se e kishte tradhtuar. Ndoshta dyshimi i Jozefit është mbi veten. Domethënë, a jam unë i denjë për këtë punë? A jam i denjë për të marrë në shtëpinë time nënën e Mesis? Pasi Zoti e ka zgjedhur për këtë mision të madh, më mirë që unë të tërhiqem, që të mos bëhem një pengesë për planin e Zotit. Thot Mateu, Jozefi nuk donte ta çndëronte botërisht dhe mendoi ta lëshoje Marin fshehtazi. Jozefi, siç do të thoshte shënxoni kryqit, ndër ato ditë hyri në natën e vetë të errët, ku grumbullohen në mendjen 1000 mendime, shqetësime, pyetje, dyshime, frikë, dëshira, qëllime, shpresa dhe zhgënjime, sikur të mund të ndodhë në jetën e çdo kujt. Kjo është nata e errët e njerëzve të thjeshtë, të cilët gjenden shpeshherë në këto kryqëzime vendimtare të jetës, kur nuk dinë se çfarë të bëjnë. Megjithatë, kjo natë e errët nuk është veç vuajtje dhe çorientim, pasi sjell një dobi të madhe për shpirtin e atij që gjytet në të me besim. Shkruan shënxoni kryqit. Ky është përfitimi i parë dhe kryesor që sjell kjo natë e thatë dhe errët. Njohja e vetvetes dhe e mjerimeve të veta. Gjithashtu, në marrëdhëniet me Zotin, shpirti tash ndjen t'i lind në vetvete një respekt dhe një mirësjellje më e madhe. Pra, nga kjo natë e errët rrjedhin këto dy të mira kryesore. Njohje vetvetes, prej secilës, ashtu si prej themelit të saj, lind njohja e Zotit. Në të natë e errët, Zoti dërgoi një engjëll për t'ia sqaruar se ai, Jozefi, nuk ishte i tepërt në atë lindje të mrekullueshme, madje ishte i nevojshëm, i domosdoshëm për planin e Zotit. Shkruan Mateu Ungjilltar. Po sa në mendjet e vetë vendosi kështu, ja se ju duk në ëndër engjëlli i Zotit dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh Marin të fëjurën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zo për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo
do të lind djalë, e ti ngjitja emrin Jezus. Me në fund, vullneti i Zotit është i qartë. Jo, Jozefi nuk është as pak një pengesë për planin e Zotit. Madje ka për të luajtur një rol kryesor në ardhjen e Mesisë në botë. Po, sepse ai fëmijë ka nevojë për një bab, dhe jo për një bab do si do, por pikërisht për Jozefin, për atësinë e tij të vërtetë. Sa po fjala e ëmbël e engjëllit të zbriti në zemrën e tij dhe ja rikthei paqen e shpirtit, Jozefi nuk prit më, dhe siç e thotë ungjilltari, u qua shpejt dhe bëri sikur se urdhëroi Zoti dhe mori në shtëpi të fejurën e vet. Jozefi me këtë gjest bën shumë vite më përpara ato që nxënës i dashur Gjoni do të bëje pas porositjes së Jezusit në kryq. Kjo është nëna jote, dhe nga i qastë nxënësi e mori në shtëpinë e vet. Mirë po, jo vetëm Gjoni, por çdo besimtari ka për të marrë Marinë në shtëpinë e zemrës së vet, nëse don ta ketë jetën e pasosur. Pa Marinë nuk do të kishte ardhur Jezusi. Pa Marinë edhe sot nuk vjen Jezusi. Jozefi, siç po thoshim, i paraprin Gjonit në këtë punë, dhe pra të gjithë neve, sepse ai është i pari që merr Marinë në shtëpinë e vet, me gjithë misterin e saj, dhe pra mund të na mësojë edhe neve për ta marrë Marinë në zemrën e jetës sonë. O hyj, krijues i rrugëllimit, ti caktove njeriu të ligjin e punës. Bëj që sipas shembullit të shenjë Jozefit dhe me përkrahjen e tij, ti kryeme me përpikëri për përgjegjësitë që na i beson, e ti fitoj me shpërblimet që na i premton. Në për Krishtin Zotin ton. Amen. Shenjë Jozefi, lutu për ne.